Ndjekim edhe në vijim zotin Shehu në fjalën e tij përpara deputetëve në raportimin për punën njëvjeçare. Janë të kufizuar për shkak të mungesës së fondeve, planeve konkrete dhe kapaciteteve për zbatim. Në sektorin e arsimit dhe të kulturës, menaxhimi i Fondit Ekselencës ka treguar mbi vendosje kompetencash nëpërmjet institucioneve përgjegjëse, duke sjellë mungesë koordinimi dhe transparencë në administrimin e tij. Orientimi i rinjve në karrierë brenda sistemit arsimor parauniversitar nuk është i qëndrueshëm dhe i strukturuar, duke reduktuar efektivitetin e këtij procesi. Në fushën e kulturës, pasuritë e trashëgimisë kulturore të listuara në UNESCO, në qytete si Berati dhe Gjirokastra, vuajnë nga mungesa e planeve menaxhuese dhe fondeve, duke rrezikuar gjendjen e tyre fizike dhe statusin ndërkombëtar. Menaxhimi i hapësirave publike gjithashtu ka mangësi. Plazhet publike nuk përmbushin standardet e sigurisë dhe të aksesit. Për më tepër, zgjerimi i sipërfaqeve të kontraktuara nuk është shoqëruar me rritje të ardhurave ose me idhësime të qëndrueshme, duke kufizuar përfitimet e qytetarëve. Auditimet e teknologjisë së informacionit evidentuan mungesa të dukshme në politika, procedurat e kontrollet dhe menaxhimin e sistemeve publike, duke përfshirë adresimin e aksesit, dokumentacionin për privilegjet dhe rolet kritike, si dhe kapacitetet të pamjaftueshme njerëzore. Në vitin 2024, përgjatë këtij viti, institucioni ka depozituar 13 kallëzime penale, të cilat përfshin rastet kur auditimi ka konstatuar veprime apo mosveprime me shkelje të ligjit penal. Në kuadër detyrimit ligjor dhe të institucional dhe të marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet të drejtësisë, kontrolli i lartë i shtetit ka vënë dispozicion 35 materiale, në dispozicion të prokurorisë 35 materiale për hetimet të mëtejshme. KLS u ka kushtuar prioritet ankesave dhe denoncimeve të qytetarëve, mediave dhe organizatave të shoqërisë civile, duke i trajtuar ato si një vlerë e shtuar që ndikon planifikimin dhe drejtimin e auditimeve drejt çështjeve me interes publik më të lartë. Sa i përket organizimit, KLS kanë konsoliduar kapacitetet institucionale dhe ka ruajtur një strukturë të brendshme të përshtatur me misionin. Në zbatim të strategjisë zhvillimit institucional për periudhën 2023-2027, institucioni ka vijuar procesin e modernizimit përmes digitalizimit të procedurave dhe përmirësimit metodologjisë së analizës së riskut, duke forcuar bashkëpunimin në nivel ndërkombëtar në kuadër të organizatave Intosai dhe Eurosai me institucionet supreme të auditimit partnere të Norvegjisë, Mbretërisë së Bashkuar, Turqisë, Emirateve të Bashkuara, Italisë, Polonisë dhe pa haruar dhe marrëdhëniet temi tepër të ngushta me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Po ashtu marrëdhëniet me Kuvendin e Shqipërisë janë zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme duke përmes zbatimit të rekomandimeve të rezolutës si dhe përcjelljes periodike të raporteve përfundimtare të auditimit. Kontrolli i lartë i shtetit i ka dhënë një rëndësi të veçantë komunikimin me publikut dhe palët e interesit përmes publikimeve në faqen zyrtare, buletineve dhe njoftimeve për aktivitetet e ndryshme. Të nderuar zoti kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, të nderuar deputet, kontrolli i lartë i shtetit do të vijojë të kontribuojë me përmirësimin dhe forcimin e mekanizmave të qeverisjes së mirë, duke nxitur përgjegjësinë më të madhe institucionale për administratën publike dhe duke qëndruar më afër me qytetarin. Faleminderit. Të nderuar kryetar, nëse më lejoni, po I referohem pyetjeve. Po, ju lutem vijoni me pyetjet, janë vetëm paksa për t'i komunikuar. Janë 11 pyetje, 4 deputet, zonja Jorita Tabaku 3 pyetje, zoti Besar Xhaferi 4 pyetje, zonja Klodiana Çapja 1 pyetje dhe zonja Ledina Lolli 3 pyetje. Ju lutem lexoni pyetjen, emrin e deputetit dhe më pas vijoni menjëherë me përgjigjen. Faleminderit. Atëherë, po filloj nga pyetjet e zonjës deputete Ledina Lolli.
njëra nga pyetjet është përse vazhdon pagesa për kontratat partneritet publik-privat e check-up-i, sterilizimit dhe dializës, kur vetë KLSH ka evidentuar pagesa të tepërta për raste që s'janë kryer. Në base është në të dy Dakor. Atëherë, institucioni i kontrollit lartë të shtetit duke referuar detyrimit ka kryer ato procedura auditimi për të cilat me cilat institucionet janë njohur dhe janë vënë në dispozicion të Kuvendit të Shqipërisë në mënyrë periodike. Duke pasur parasysh vëmendjen e cila është drejtuar institucionit nga deputeti Zoti Braçe për një vëmendje të veçantë të këtyre kontratave dhe jo vetëm të kontratave në shëndetësi, por të koncesioneve në tërësi, institucioni i kontrollit të lartë të shtetit mbas një analize të këtyre ditëve ka vendosur kryerjen e veprimeve në mënyrë të veçantë institucionale në mënyrë të veçantë për të plotësuar kërkesat duke pasur parasysh kërkesën e deputetit Zotit Braçe, e cila është vlerësuar me një jo vetëm me një rëndësi të veçantë, por me një emergjencë dhe për shkak të afateve në disa raste për të shfrytzuar çdo lloj elementi kohor në mënyrë që të institucioni të kryej detyrimin me përgjegjësinë edhe me efikasitetin maksimal për veprimet tona audituese, duke referuar detyrimit institucional do t'ju vëmë në dini në mënyrë të menjëhershme. Mund të shtoj këtu se po me kërkesën e Zotit Braçe, e cila është vlerësuar në raportimin e vitit kaluar pranë Komisionit për Ekonominë dhe Finansat, institucioni i kontrollit të lartë të shtetit është në proces auditues për Bankers Petroleum, rrugën Thuman Kashar dhe anijet energjetike në Vlorë. Përsëri kuptohet që ky është detyrimi jonë që në mënyrë prioritare t'ju vëmë dispozicion konkluzionet tona nëpërmjet raportit përfundimtar. Dhe shtoj këtu që jemi të gatshëm, kjo është e padiskutueshme që në çdo moment të investohemi në mënyrë maksimale për ato raste që ju vlerësoni që janë me impakt të lartë dhe që analizohen të rëndësishme dhe të detyrueshme nga ana juaj për institucionin tonë. Pse detyrimet e ndërsjellta të sektorit energjetik arrin në 171 miliard lekë? Konstatimet e institucionit janë të pasqyruara në aktet përkatëse dhe ne i qëndrojmë të gjitha këtyre vlerësimeve. Në lidhje me mangësitë në regjistrimin e pasurive publike, këto janë konstatuar kryesisht në auditimet e qeverisë vendore, ku janë konstatuar pasaktësinë e evidentimin kontabël nëpërmjet listës së inventarit pronave të paluajshme shtetërore në mungesë të dokumentacionit teknik dhe ligjor si dhe titujve të pronësisë. Si shpjegohet që 21% e buxhetit u shpenzua vetëm në muajin dhjetor 2024. Rreth 40%
janë të regjistruar në muajin dhjetor dhe i përkasin shpenzimeve të kryera gjatë muajve janar-nëntor 2024. Shkaqet kryesore të këtij fenomeni lidhen me vonesa